Apo do me kuptu mirë që po të spjegoj në që ka ndodhur. Jo, në pedivesh të spjegoj ma. Jo spjegoj, që po të kalzoj. Hajde. Kur ka orë Besnik Osmani, është bu kryetar dege. A ka pas përqame aty ajo? Po, kur orë kryetar dege, ka pas përqame, po, thash. Unë thash a burimi a Besnikët, të burimi ka pas përqame, që s'është të vërtet. Jo, thash të këndion. Po, të burimi. Jo, thash, a ka pas përqame, thash, unë s'përmen amën. Po, përmen. Me ke harru, kur ta qesin atje rilësin, da në vjermen. E shumë, pra, hajde. Edhe ka pos përqome kur orë kryetar, për arsye që aty mrena ka pos disa grupe, sepse ta qartësojmë. Për shembull, Berim Berisha nuk ka qenë kryetar i Degës. Berim Berisha ka qenë kryetar i komunës, i emëruar për i Degës, LDK-s Kosovë, por nuk ka qenë kryetar i Degës. Besniku ka ardhur, është bërë kryetar i Degës, edhe kandidat për kryetar komune. Ka arpi qendrës, ka. Atë, po, sakt. Atë ka ndodhur masanej mosmarrveshje, përqamje. Për arsye që disa individ atë e kanë po për interesat veta, sigurisht që për interesa, e kanë po si pengesë Besnik Osmanin, edhe kanë fillu me sabotu. Është drejtar bre, u konë 20 vjetë drejtar Ekrem Berjani, edhe në fund e ka sabotu degen e vetë dhe ka kalu. Qëre, unë e kisha kuptu shumë se Valem Prebezin e konip.